Në Parkun Rinia të Korçës u mbyll edicioni i 11 i simpoziumit ndërkombëtar Skulptura e Parkut, i cili këtë vit solli në qytet 5 artistë nga Austria, Slovenia, Italia, Kosova dhe India. Për disa ditë me radhë ata punuan në hapësirë të hapur, duke i dhuruar publikut një eksperiencë të veçantë krijuese dhe Korçës 5 vepra të reja që pasurojnë galerinë në natyrë të qytetit. Jemi shumë të kënaqur që u bën bashkë në qytet dhe kaluan momente të bukura me punën atyre, por edhe momente të tjera të bukura në qytet, sepse dihet se si pret Korça artistët, jo vetëm shqiptarët, por edhe ata që vinë përtej kufive. Nuk besoj se do ndalet këtu simpoziumi, ne do të vazhdojmë edhe në vitet e ardhshme, pse jo edhe me vepra të tjera që skulptorë të tjerë do të vinë të punojnë dhe të adhurojnë qytetin tonë. Në rënd të parë desha që të sjell skulptor nga vendet të cilët nuk kanë qenë më parë të simpoziumi skulpturës të në Korçë, kështu që kam ftuar skulptorë nga India, Austria dhe Slovenia që nuk kanë qenë më parë këtu. Jam munduar të krijoj një grup me një eksperiencë të gjatë që bashkarisht të realizojmë skulptura të reja të cilat do të ashtojnë vlerën e Muzeut të Hapur të Skulpturës këtu te Parku Rinia. Simpoziumi Skulptura e Parkut, i cili zhvillohet çdo vit nga Bashkia e Korçës dhe Qendra e Artit dhe Kulturës, ka sill deri më tani 10 vepra artistike që kanë kthyer qytetin në një nga qendrat më të rëndësishme të artit bashkëkohor në Shqipëri.